i lire, Byllisi, ku parardhësi i familjes Kota, familjes time, i shekullit të dytë pas Krishtit, shqiptari arbër i lirë Lyk Kota, gdhëndi në një gur pellazgjik në gjuhën shqipe mbi shkrimin kushtuar Asklepit, perëndia e mjekësisë, dhe nënshkroi Lyk Kotas, barabart gur godici, gur gdhëndësi, në kuptimin e sotëm Skalici, skulptori. Foto e këtij kushtimi gjendet në Institutin Arkeologjist në Tiranë. Të nderuar, në librin tim me titull Shqiptarët me pushke e penë për gjuhën shqipe e më mëdhen, kam publikuar kontribuz të formësimit të shkronjave shqipe dhe dëshmorët e gjuhës shqipe. Nuk ka asnjë popull dhe komb në botë dëshmor të gjuhës. Vetëm kombi shqiptar ka dëshmor të gjuhës shqipe. Janë mësonjës laik, klerik katolik, ortodoks e musliman, që u mësonin fëmijëve ABC të shkruanin e të lexonin në gjuhën shqipe në kthinat e shtëpive e të kulteve fetare, fshehtazi nga administrata osmane, nga institucionet fetare ortodokse e muslimane dhe nga afijet slavo-sërbë, maqedone, turke, osmane, turaniko, bullgare e turkmeno-vlehe, bizantine, rume, rumele, romane, arumune e grekomane. Pavarësisht rreziqeve dhe ndëshkimeve, gjuha shqipe u lëvrua nga gërmat shqipe u lyen me gjakun e dëshmorëve të bijave e bijve të Shqipes. Iluministët e Akademisë Shqiptare të Voskopojës ishin shkëndijat e zgjimit kombëtar të shqiptarëve. Banorëve autokton të trojeve shqiptare arbër skënderbejane, ilire, hyjnore, pellazgë, zeusiane, në provincat e Pirote, Maqedone, Drumote, Arvanite. Midis tyre po përmend më të zëshmit. Krikor Voskopojari, lindi në vitin 1702 në qytetin Kala Partha, Pellazgo Ilire apo Berati arbër shqiptar. Në vitin 1750, me kontributin material të Grigorit, u ngrit godina e shkollës shqipe e emërtuar Akademia e Re. Grigori u emërua në drejtor i Akademisë dhe administratori shkronjës së parë shqiptare. Grigori u dallua si lëvrues i gjuhës shqipe, shpikës një alfabeti shqip dhe shqipërues i ungjillit. Theodor Anastas Kavalioti lindi në Voskopoj në vitin 1718, mbi bazën e njohurive mbi gjuhën shqipe, të fituara nëpërmjet librave të shkruara nga bashkëkombësit e tij. Formula e pagëzimit e shqipëruar në vitin 1462 nga Pal Ëngjëlli. Meshari Gjon Buzukut, i shkruar në gjuhën shqipe në vitin 1555, liturgjit fetare, pjesë nga ungjilli, dhjata e vjetër, dhjata e re, të shqipëruar nga priftërinë katolike ortodoks shqiptar arbër e arbëresh, nëpërmjet fjalorëve latinisht shqip të shpikura në vitin 1592 nga Lek Matrënga, në vitin 1618 nga Pjetër Budi, në vitin 1635 nga Frank Bardhi, në vitin 1693 nga Nilo Catalana. Struktura gramatikore e gjuhës shqipe e krijuar në vitin 1710 nga Theodor Bogimili dhe alfabeteve të shpikura nga Bogimili e Grigor Berati Voskopojari Dursaku. Mori përsipër një mision historik që ndjente në themelin e qenies së tij shqiptare, misionin për lëvrimin e gjuhës së folur shqipe, shpikjen e shkronjave shqipe, botimin e librave fetar e shkencor me gjuhën shqipe të pellazëve hyjnor dhe deturimin e shqiptarëve. Në vitin 1750 u emërua drejtori i shkollës Akademia e Re. Në Akademinë e Re, krahas alfabetit bizantino-romaik, u fut në përdorim alfabeti i Bogimilit dhe alfabeti i Grigorit të shkruar për gjuhën shqipe. Bazuar në alfabeti origjinal të shpikur nga Bogimili, i quajtur alfabet shqip, në vitin 1762, Kavalioti përfundoi shqipërimin e dhjatës së vjetër dhe dhjatës së re. Theodor Haxhi Filipi lindi në Elbasan në vitin 1730. Në vitin 1750 u regjistruar në shkollën e Voskopojës Akademia e Re dhe mori diturinë në gjuhën shqipe nga mësonjësi shqiptar Grigor Berati e Theodor Kavalioti. Në vitin 1754, Todri mbaroi studimet dhe u emërua mësues në shkollën bizantine romaike të Elbasanit për të thënë uratat në gjuhën shqipe. Todri
hyri përkthimit të libra fetare, duke krijuar dhe një alfabet të posaçëm me 53 shkronja, i ngjashëm me alfabetin pellazg. Në vitin 1805, Patrikana Ekumenike, që ishte kundër gjuhës shqipe, e mbështetur nga administrata osmane dhe mercenarë shqiptarë të shkarë në Bizantin, Rum, Bullgar e Vleh, organizoi vrasjen e Daskal Todrit. Naum Panajot Agji Bredhi Veqilargji, lindi në vitin 1797 në Vjetkuq të Korçës. Në vitin 1814 vendoset në Voskopojën e djegur 2 herë. Në vitin 1769-1789 nga element armatosu Slav, Bizantin, Rum, Bullgar e Vleh dhe nisi studimet në Akademinë e rindërtuar nga shqiptari Daniel Voskopojari. Në vitin 1821, Naumi mori pjesë në kryengritjen anti-osmane e shpërthyer në lukinën danubiane, Dakia Pellazg e Ilire e quajtur Valakia, e cila dështoi dhe shqiptarët u keqtrajtuan nga administrata osmane dhe mercenarë slav e Turkmenov Vleh.